Rikthehemi sërish, vazhdojmë me Denisën, e cila tha për binjakët që do të kenë lek, Niko më premtoi që do më çojë pushimet dhe gjëra si këto. Po ku do shti? Do ta zgjidh një hartën. Ti jap gojen. Po Denisa, çfarë profiton me që do të dashë lart për person me tash? Është problem, un kam zarfa të veçantë për Denisën. Oh, nice then. Jemi tek Gaforia. Jemi te unë. Jemi tek ty, jemi tek Lej Kraja. Te mami im. Te Olti Curri, Rozana Radi. Babi, të Kush është tjetër Gafore? Shumë njerëz që na rrethojnë na duan të mirën, edhe pse neve ju nxim jetën aty. Po. E kemi Gafore. Po. Gaforia si parashikohet, Denis? Gaforia kalon periudhë të vështirë, ka kaluar më të me periudhë të vështirë, prandaj tani futet në fazën ku në qoftë se është jaft ose e jaft, arrin që të përfitojnë nga situata. 1. Përfiton për të ardhur materiale sepse kemi një rritje vërtet shumë të madhe në këtë moment dhe kemi mundësi për të ditur vlerën tonë dhe si rritoj ta kërkojmë atë. Duhet jemi shumë të përgjegjshëm edhe në mënyrën se si komunikojmë, por edhe në atë çfarë kërkojmë. Për më tepër, nuk duhet i lëmë gjërat pas dore në lidhje me shëndetin ton fizik. Kjo sepse në këtë moment për shëndetin gafor gjithçka po zmadhohet dhe mund të zmadhohen dhe probleme, sidomos për gjithë personat që e teprojnë me ushqimin, që asaj periudhë mund të kenë vërtet probleme në vartësi të ushqimeve të tepruara. Si mund të jetë kjo diabeti apo e gjëra të tjera që kanë të bëjnë me këto tema. Por shenja gaforës është një ndër shenjat që ka më tepër fat në këto momente, që shenja gjatë gjithë periudhës së verës do të kemi ndryshime të shumta, sidomos në lidhje me çështjet sentimentale. Është një shenjë që ka një prioritet më të madh këtu. Para do ketë the po. Para e thash. Thash në fillim po. Dëgjove Rozana Radi. Një palë pushime Niko, një palë i pres. Se Lejin e kemi quar me pushime gjatë. Pushime Lej është në punë. Lej me pushime on top është në punë. Tjetër gjë specifike për Gaforen që duhet kemi parasysh? Tjetër gjë specifike për Gaforen, të gjithë personat të cilët dëshirojnë që të bëjnë dokumenta për të dalë jashtë shtetit ose për të rregulluar diçka në lidhje me trajnime, në mënyrë që të kenë edhe karrierën më tepër në vi, është një ndër verat më pozitive, pra nuk do të këshilloj që ta harxhonim shumë me pushime, siç e thatë edhe ju, do të këshillojmë më tepër që të investojmë tek jeta jonë profesionale. Okej, super Gaforia. Tani kemi Luanin. Si janë luenërit? Atëherë, Luani ka një verë, ose më themi pjesa e fundit e vitit, që fillon që nga vera tani, që nga data 30 qershor, është një periudhë ku shenja e Luanit mund të ketë rritje shumë të madhe, sepse ka një zërim shumë të madh që vjen nga Jupiteri që kalon tek shenjati, por nga ana tjetër kjo vjen nëpërmjet sfidave. Duke qenë se shenjati Jupiter do të ketë një kënd negativ me Plutonin. Prandaj edhe nëse ne jemi kursiv, dhe nëse bien prej egos ton, pra jemi krenar aty ku nuk duhet të jemi, do të prishim vërtet shumë punë vetes. Puna do të prishim në lidhje me marrëdhëniet e afatgjata, po ashtu edhe në lidhje me karrierën. Këtu do të krijojmë disa balanca ku ne mund të shkëlqejmë, por në të njëjtën kohë duhet edhe të dimë se si të ndihmojmë njerëzit që kemi rreth rrotull në mënyrë që të mos kemi probleme. Nga ana tjetër, pika ku kemi fat që vjen pak a shumë vetvetiu, është për të krijuar lidhje të reja. Në këtë moment është një nga vere favorshme në përgjithësi për sentimentale është, për të krijuar lidhje, për të martuar, për të bërë fëmijë, është një verë fantastike. Është mund ta përdorim në atë aspekt sepse është vera e të res kjo. Prandaj dhe, duke qenë se jemi dhe gjatë retrograd, kurse do të jemi më mirë të themi shumë shpejt, dhe do të kemi rikthime nga eksat, këshilla ime do të ishte që jo me eksa, me next domethënë. Next luenër. Jo, nuk është. Është lajmi mirë. Pra zgjedhje. Next luenër të dashur, mos e ktheni kokën pas. Vetëm për luenërit është e vlefshme për të gjithë. Për të gjithë mund të kemi, domethënë. Larg. Jo ex, po next. Next. Okej. Çfarë duhet kenë kujdes? Shenja e Luanit në përgjithësi duhet të kenë kujdes që të mos e teprojnë me aktivitetin fizik. Duhet të jemi shumë të vëmendshëm këtu. Kemi probleme ose mund të kemi probleme nëse eksagjerojmë me sistemin kardiovaskular, prandaj duhet të jemi të vëmendshëm. Të vëmendshëm luenar. Jemi tek Virgo. Virgjëresha është pikërisht tani. Virgjërusha ti them, ose jam kështu si të mil. Kam disa njerëz në jetën time. I shërben njerëzimit. Po, vërtet. Kam 3 njerëz të rëndësishëm në jetën time Virgjëresha dhe i dua fort. Më ka ndryshuar shumë konceptin e jetës. Edhe unë i dua shumë. Arrin që të na tregojnë disa detaje që ne kemi të pamundur t'i vëmë re dhe na mbështesin vërtet shumë. Është shenja që një ndër shenjat që më pëlqen më shumë, shenjat e tokës në përgjithësi kam një simpati, siç po vini re. Je ujit në të ajrit. Më tokëzojnë. Okej.
Në të ajrit s'na ka dhënë. Ne duam zjarro zemër, si jo, aty. Për bisedime normal shumë pëlqen ju. Binjakët janë enciklopedik, kush nuk i pëlqejnë. Okej, Niko. Di për këdo dhe gjithçka. Po. Po, Virgjëresha? Shenja e Virgjëreshës faktikisht për jeta ose kjo periudha negative për shenjën e Virgjëreshës do të mbaroj fiks në datën 18 gusht. Pas kësaj do të largohet nyja jugore hënës, e cila na sjell probleme e sfida në jetën tonë, do të largohet, do të kalojë tek shenja e Luanit. Prandaj dhe për ta do në futet tashmë në periudhën ku mësimet e kemi marrë të arrim tek zbatimi. Për këtë arsye edhe sistemi bota, Zoti i ndihmon në mënyrë që të arrijmë këtë. Ndikime më të mëdha dhe më pozitive që kemi në këtë moment tek shenja e Virgjëreshës do të jenë në lidhje me realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve të tyre. Kjo është deri në datën 18, do të këshilloj që ta përdorin. Pas kësaj, nëse e kemi të përcaktuar do ta zmadhojmë më tepër, por nëse nuk e kemi të përcaktuar do të na duhet që të ndryshojmë komplet drejtim. Prandaj, të jemi shumë të kujdesshëm në vëzhgimet tona, ka rëndësi. Është e vlefshme si në lidhje me çështje sentimentale, por më tepër në këtë moment e kemi ndryshime në lidhje me karrierën. Kjo do të thotë që për shenjën e Virgjëreshës në këtë moment e kanë aftësi që të gjejnë karrierën që ata ju bëjnë më të lumtur. Pra nëse dëshironi të ndryshoni, është fantastike si periudhë. Marrin një ndihmë shumë të madhe sepse kam vojtur shumë përsëris dhe kjo do të thotë që në këtë moment kanë mundësi që të ndryshojnë dhe të realizojnë jetën e tyre ashtu siç duan. Për sa i përket çështjeve sentimentale, këtu dua të ndaloj pak. Aty mori. Po. Sidomos shenja e Virgjëreshës që ka pasur lidhje problematike në të shkuarën, ekziston aktualisht në lidhje problematike ose ka një kohë të gjatë që nuk është brenda një lidhje. Po mendojmë për të njëjtin person? Ka rilindur ai person. Është fiks nat pas. Është fiks nat pas që rilind gjej personin e tij jetës, personin brenda me të cilën ndihet mirë, një person. E mbyll këtë lidhjen toksike që ka? Aman të lutem thuaj po. E mbyll Niko, nuk ka mundësi. Nuk do sakrifikoj pula më. Jo. Prandaj nuk kam funksionin se ka qenë pula. Okej. Dhe diçka më e madhe. Do me thënë, jemi në rrugë të mirë, edhe për Virgjëreshën. Mund t'ju hapen shumë syt gjatë retrogradës së Mërkurit, që do të jetë tani nga data 29 qershor deri në 24 korrik. Duan apo s'duan ata do të përballen, do të përplasen në fytyrë pra të gjitha të vërteta. Sa gjëra. Po. Ja binjakët retrogradi binjakëve bën diçka me Mërkurit. Po, Mërkurit, po sepse ta përplasë të vërtetën në fytyrë, të dhëm, po ti përballesh me të vërtetën. Edhe Virgjëresha është drejtuar nga Mërkuri. Po, prandaj ju kuptojeni aq mirë.